ftoj Zoti Ajep Delin të ndojë përfimin e tij në ne. Të nderuar të pranishëm, jemi mbledhur sot për të kujtuar një nga ngjarjet më të dhëmshme dhe më të padrejta në historinë e Kosovës, helmimin masiv të nxënësve shqiptar në marsin e vitit 1990. Ky akt i shëmtuar nuk ishte thjesht një incident i rastishëm, por një krim i orkestruar dhe i planifikuar në detaje nga shërbimet sekrete pushtuese. Helmimi nisi me 4 mars dhe vazhdoi gjatë gjithë muajit mars, duke përfshirë shumë qytete të Kosovës dhe preku mira të rinja sipas të dhënave të asaj kohe. Rreth 3.000 nxënës u helmuan në mbar Kosovën, por vetëm nga Podujeva u regjistruan mbi 400 raste. Përveç nxënësve u helmuan edhe mësimdhënës, punëtor teknik dhe qytetarë që i dolën ndihmë të prekurve. Ky akt kriminal u kryen nga aparati shtetëror serb përmes shërbimeve sekrete, duke përdorur helmet tabun dhe sarin të cilët i posedonte vetëm ushtria jugoslave. Pamjet e asaj kohe ishin tronditëse. Nxënësit binin pandemia, britma, panik dhe një situatë alarmante ku të gjithë kërkonin ndihmë. Me njerë pas helmimit u aktivizu garda civile e asaj kohë në krye me Shahid Tërnovan dhe bashkëluftarët e tij, të cilët jo vetëm që ndihmuan të helmuarit, por edhe ndërmarrën një aksion të gjerë kundër atyre që kryen këtë akt barbar. Atë ditë merren 26 serb që shpërndan helmurahën rënd. E gjithë Podujeva u ngrit në këmbë për të ndihmuar viktimët. Një falënderim i veçantë shkon për mësimdhënësit, mjekët dhe qytetarët që në dhanë ndihmën e tyre të paqëmueshme në ato ditë të vështira. Njerëzit me automjet e private filluan të transportonin të helmuar drejt spitaleve, ndërsa policia pushtuese bllokoi rrugët për të penguar ndihmën, por populli gjeti rruga alternative për t'i dërguar të helmuarit në qendrën klinike universitare të Kosovës, ku u krijuan një kaos i papare. Për të mbuluar këtë krim, pushteti serb krijoi një shtab emergjent me mjekët serb dhe shqiptar, ku përfshihen profesor doktor Izzetdin Osmani, profesor doktor Ymer Kujqinaj, profesor doktor Orhan Kubati, profesor doktor Sasha Dobriçanin, profesor doktor Voja Trajković dhe profesor doktor Stevo Milošević. Në krye të këtij shtabi u vendos profesor doktor Alush Gashi. Ndërsa mjekët serb në presionin e pushtetit u tërhoqën duke shkelur betimin e Hipokratit dhe duke qëndruar si spektator ndaj ngjarjes. Këto të dhëna u konfirmuan nga profesor doktor Neshat Rizvanolli në simpoziumin shkencor që u mbajt në Zagreb në qershorin e vitit 1990 me temën Kosova sprovën ndërgjegjes mjekësore. Helmimi u kundërshtua nga neuropsikiatri serb Ljubomir Ertić, kryetari i komisionit të parë federativ, por u vërtetua dhe u dëshmua nga mjeku ligjori Anton Dolenc nga Universiteti i Ljubljanës, kryetari i komisionit të dytë federativ. Ai konstatoi se kishte helmim të llojit tabun dhe sarin, duke u mbështetur nga Franjo Plavicic, toksikolog dhe biokimisti nga Zagrebi. Helmimi u vërtetua dhe më tutje nga mjeku francez Bernardo Bernadetti pas presionit të Bernard Kushneri. Pas këtij akti të shëmtuar, pushteti serb sulmoi arsimin shqiptar. Mësuesit, drejtorët dhe stafi ndihmës u hoqën nga listat e pagave dhe u dëbuan nga objektet shkollore, duke u përpjekur të shkatronin sistemin arsimor shqiptar. Për të shtypur edhe më shumë popullin shqiptar, pushteti solli në Kosovë 25.000 policë shtesë. Ne sot nuk duhet dhe nuk do të harrojmë këtë ngjarje tragjike. Është detyra jona të punojmë për rujtjen e kujtesës historike dhe të kërkojmë drejtësi për viktimat e këtij helmi të organizuar. Kjo tragjedi me mira të helmuar është një dëshmi e qartë e përpjekjeve për të shtypur një popull, por ne mbietuam dhe vazhduam betejën tonë për liri. Mos të harrojmë të kaluarën dhe të mësojmë prej saj dhe të sigurojmë që erdhja jonë të jetë e sigurt dhe ndritur për brezat që vijnë. Faleminderit.